Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për ndryshimin e ngjyrës së syve tek njerëzit. Sytë e vrëngërt shkaktohen si rezultat i pozicionit të fetusit në mitër. Shpesh syrit i jepet një pozicion i pazakontë gjatë shtatzanisë. Ky efekt zakonisht kalon vetë në javët e para të lindjes. Disa fëmijë lindin me sy pak të çrregullt sepse ligamentet dhe muskujt e syrit nuk janë zhvilluar ende plotësisht. Shumë raste rregullohen brenda 2 deri 6 muajve. Në disa familje, sytë e vrëngërt dhe të pakëndshëm janë thjesht tipar trashëgues. Problem serioz është paraliza e muskujve të syrit dhe sindroma të lindura që prekin muskujt e syrit, por këto janë të rralla dhe mjeku mund t'i vlerësojë menjëherë. Mjeku kontrollon tek fëmia sytë dhe lëvizjen e tyre pas lindjes. Nëse fëmia mund të fokusohet dhe lëviz normalisht, zakonisht nuk ka problem. Në qoftë se syri nuk lëviz apo ka shenja të tjera, bëhet referim tek okulisti pediatrik. Pra, si përfundim, mund të themi se sytë e vrëngërt janë një fenomen i përkohshëm ose tipar i lindur. Shenjat që zakonisht tregojnë sy normal dhe pak të pozicionuar keq janë: fëmia mund të lëvizë sytë nga njëra anë në tjetrën, reagon normal ndaj dritës dhe fytyrës së prindërve, nuk ka shtrëngime ose mpirje rreth syrit, dhe me rritjen e muskujve të syrit, pozicioni shpesh normalizohet brenda 2 deri 6 muajve. Disa shenja që mund të tregojnë problem serioz janë: sy që nuk lëvizin ose lëvizin vetëm pjesërisht. Një sy është më i madh dhe tjetri është më i vogël. Sy që nuk fokusohen ndaj objekteve dhe fytyrës së prindërve. Dhe shenja të tjera si mpirje, rrjedhje e dendur e lotit nga syri ose sy të kuq vazhdimisht. Gjithashtu dhe lëvizjet e pakontrolluara që nuk përmirësohen pas disa javësh. Lind pyetja: çfarë bëhet në raste të tilla? Konsultohesh me okulistin pediatrik. Mund të bëhen teste për muskujt e syrit dhe nervat. Trajtimi mund të jetë ushtrime okulare dhe kirurgji në raste të rralla. Disa njerëz lindin me ngjyra të ndryshme sysh. Kjo quhet heterokromi. Për shembull, një sy kap dhe tjetri mbojqielli. Ngjyra e syve varet nga një pigment që quhet melanin. Kur ky pigment shpërndahet ndryshe në secilin sy, atëherë ndodhin ngjyra të ndryshme. Njerëzit me këta lloj sysh shohin normalisht. Këta njerëz janë shumë të rrallë. Më shpesh, këta lloj sysh shihen edhe te kafshët, për shembull te macet, qentë, lepujt e tjerë. Pra, si përfundim, mund të themi se ky është një tipar i lindur i pigmentit të syve. Zakonisht është krejt i padëmshëm dhe ka një bukuri unike. Lind pyetja: pse ndryshon ngjyra e syve te disa njerëz? Ngjyra e syve ndryshon kryesisht sepse rritet dhe ndryshon sasia e pigmentit të melaninës, e cila është në iris, që është pjesa me ngjyrë e syrit. Kjo ndodh kur lind fëmia. Shumë bebe lindin me sy blu ose gri, sepse kanë shumë pak melaninë. Pas lindjes së fëmijës, muajt e parë ose vitet e para, trupi fillon të prodhojë më shumë melaninë. Pra, ngjyra e syrit mund të bëhet kafe, jeshile ose lajthi.
Lind pyetja, kur stabilizohet ngjyra e syve? Ngjyra e syve zakonisht stabilizohet nga 6 muaj deri në 3 vjeç. Pas kësaj moshe, ngjyra mbetet pothuajse e njëjtë. Mund të ndodhë në raste të ralla që ngjyra e syrit të ndryshojë për shkak të dëmtimeve në sy, sëmundjeve të syrit dhe përdorimit të disa ilaçeve. Pra, si përfundim mund të themi se ndryshimi i ngjyrës së syve te fëmijët është krejt normal. Ajo vjen nga rritja e pigmentit të melaninës dhe nuk është sëmundje. Melanina është pigment kryesor i syve. Sytë me ngjyrë kafe të errët kanë më shumë melanin dhe sytë blu dhe gri kanë më pak melanin. Ngjyra e syrit varet gjithashtu edhe nga mënyra si drita reflektohet në iris. Kjo është arsyeja pse sytë blu nuk kanë pigment blu real. Kjo ndodh si rezultat i efektit të dritës. Ngjyra e syve varet nga genet që trashëgohen. Prandaj fëmijët mund të kenë ngjyrë të ngjashme me nënën ose me baban, ose mund të kenë një kombinim unik. Tek syt ka shumë gene që ndikojnë njëkohësisht. Nuk është vetëm një gen që vendos ngjyrën. Pra, si përfundim mund të themi se ngjyra e syve varet nga melanina, genet dhe drita. Kjo është arsyeja që çdo njeri ka sy unik. Sytë blu janë sy shumë të rrallë. Kjo lidhet me mungesën e një pigmenti të veçantë që ndodh vetëm në disa kombinime genesh. Sytë blu ndodhin kur trupi prodhon shumë pak melanin. Kjo ka të bëjë me një gjendje gjenetike recesive. Që një fëmijë të lindë me sy blu, zakonisht duhet që të dy prindrit të mbajnë genin për sy të qelur. Nëse vetëm njëri nga prindrit e ka këtë gen, shpesh fëmia del me sy kafe. Sytë blu janë më të shpeshtë në disa zona të Evropës veriore. Në pjesën tjetër të botës janë shumë të rrallë. Sytë blu nuk kanë pigment blu. Ngjyra e tyre vjen nga mënyra se si shpërndahet drita në iris. Pra, si përfundim mund të themi se sytë blu janë të rrallë për arsye se kërkojnë pak melanin dhe varen nga kombinime të veçanta genesh, prandaj nuk shfaqen shpesh në popullat. Edhe sytë jeshil janë sy të rrallë. Rreth 1 deri në 2% e njerëzve kanë këtë ngjyrë. Kjo ndodh kur ka pak melanin dhe një mënyrë të veçantë të shpërndarjes së dritës. Kjo është arsyeja që këta sy janë shumë të rrallë në botë. Lind pyetja, pse disa njerëz kanë sy shumë të errët? Syri duket shumë i errët kur ka shumë melanin. Sa më shumë melanin, aq më kafe i errët duket syri. Ndonjëherë ai duket pothuajse i zi. Në sy të errët drita përthithet më shumë. Prandaj syri duket më i thellë dhe më i errët. Ngjyra e errët e syve është gen dominant. Kjo do të thotë që është më e shpeshtë se syri blu dhe jeshil, dhe kjo ngjyrë kalon më lehtë te fëmijët. Në shumë popullata në botë, sytë e errët janë shumë të përhapur. Kjo është dhe arsyeja pse shumica e njerëzve kanë sy kafe. Sytë e errët kanë shumë melanin dhe gene dominante. Këta sy nuk janë të zinj realisht, por kafe shumë e thellë. Lind pyetja, pse sytë jeshil ndonjëherë duken dhe me ngjyrë kafe? Sytë jeshil nuk janë vetëm jeshil. Ata janë një përzierje e melaninës kafe dhe efektit të dritës. Sytë e qelur, jeshil dhe blu kanë pak melanin. Sytë jeshil me kafe kanë pak më shumë melanin dhe kjo përzierje e bën syrin
të ndryshoj pamje. Sytë jeshil në dritën e fortë të diellit duken më jeshil. Në hije ose dritë të dobët duken ngjyrë kafe ose ngjyrë lajthie. Shumë njerëz mendojnë se këta sy jeshil në fakt janë ngjyrë lajthie. Ngjyra e syrit jeshil është një kombinim i ngjyrës jeshile, ngjyrës kafe dhe ngjyrës së arit. Pra, si përfundim, mund të themi se sytë jeshil duken në disa raste ngjyrë kafe, sepse kanë përzierje pigmentesh dhe ndikohen shumë nga drita. Disa njerëz kanë sy që ndryshojnë ngjyrë gjatë ditës. Në këtë rast, rol të madh luan drita. Në diell, këta sy duken më të qelur, ngjyrë jeshil në ari në lajthi. Në hije duken ngjyrë kafe. Kjo ndodh sepse drita reflektohet ndryshe në iris. Gjithashtu, kur erësohet, bebja e syrit zgjerohet dhe syri duket më i errët. Dhe kur ka dritë, bebja e syrit ngushtohet dhe ngjyra e syrit duket më e hapur. Tek sytë, irisi nuk është një ngjyrë uniforme. Sytë nuk ndryshojnë realisht ngjyrën, por drita, melanina dhe bebja e syrit e bëjnë syrin të duket ndryshe. Lind pyetja, cila ngjyrë sysh është më e fortë ndaj dritës së diellit? Ndaj dritës së diellit, sytë më të fortë janë sytë me ngjyrë kafe, sepse këta sy kanë më shumë melanin dhe melanina vepron si një mbrojtës natyral. Njerëzit me sy kafe zakonisht janë më pak të ndjeshëm ndaj dritës së fortë dhe njerëzit me sy blu dhe jeshil kanë më pak melanin. Ata janë më të ndjeshëm ndaj dritës së fortë dhe diellit. Prandaj shpesh mbyllin syt kur ka shumë diell. Pra, si përfundim, mund të themi se sytë kafe janë më të mbrojtur dhe sytë blu dhe jeshil janë më të ndjeshëm. Pra, siç e përmendëm dhe më lart, sytë blu dhe jeshil kanë më shumë ndjeshmëri ndaj dritës dhe kanë më pak melanin. Kjo lejon që më shumë dritë të shpërndahet brenda syrit dhe në dritë të dobët këta sy shohin pak më mirë. Disa faktorë kryesor të shikimit në errësirë janë shëndeti i retinës, përpunimi i imazhit të cilën e bën truri, përmbajtja e vitaminës A, gjithashtu një rol të rëndësishëm luan edhe mosha. Pra, për një shikim të mirë në errësirë, nuk luan rol vetëm ngjyra e syve. Verbëria e natës. Kjo quhet kur njeriu nuk sheh mirë në errësirë. Shkaku kryesor është se sytë nuk përshtaten mirë me dritën e ulët dhe kjo ka lidhje me retinën. Retina ka qeliza që quhen shkopinj, të cilat lidhen me shikimin në errësirë dhe kone të cilat lidhen me ngjyrat dhe dritën. Nëse shkopinjt nuk punojnë mirë, shikimi i njeriut është i dobët natën. Ushqimet që ndihmojnë shikimin e syve, sidomos natën, janë karotat, të cilat janë të pasura me vitaminë A. Ato ndihmojnë syrin të shohë më mirë në errësirë. Perimet jeshile, si spinaq dhe brokoli, janë të pasura me luteinë dhe mbrojnë retinën dhe përmirësojnë shikimin. Peshku, si për shembull salmoni dhe sardelia, ndihmojnë në shëndetin e syve dhe lagështinë e tyre. Vezët janë të pasura me vitaminë A dhe luteinë, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e syve. Edhe frutat lozin një rol shumë të rëndësishëm, si për shembull portokalli, i cili është i pasur me vitaminë C
dhe ndihmon në enët e gjakut të syrit. Pra, si përfundim mund të themi se ushqimi i mirë i bën syt të shëndetshëm dhe vitamina A është më e rëndësishmja për shikimin në errësirë. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.